Fito për inat të xhelozëve, nuk ka fjalë më të fortë se suksesi kur e përdor për t'u hakmarrë me heshtje. Dhe nuk ka urrejtje më të pastër e më të poshtër se xhelozia që vjen nga dikush që dikur të njëjtë, të përqafoj, ndoshta të thirrë mik. Por për inat të tyre, ti do fitosh. Do të ngrihesh. Do t'i bësh të shikojnë pa mundësi ta shmangin shkëlqimin tënd. Kjo video është për ty që je ndjer i nënvlerësuar, i tradhtuar, i tallur apo harruar. Mos i kërko botës mëshirë, kërkoje vetëm fitore. Kapitulli 1. Xhelozia, helmi që flet në heshtje. Xhelozia nuk është e zhurmshme. Ajo është si hije që ecën pas teje, por nuk të prek derisa të kthehesh. Nuk do të thot kur ballë për ballë që të urren, por do e ndjesh. Në mënyrën si të shikojnë. Në mënyrën si qeshin kur rrëzohesh. Në mënyrën si nuk duar trokasin kur fiton, shumica e njerëzve xhelozojnë ata që guxojnë. Sepse xhelozët janë zakonisht ata që e kanë humbur guximin të jetojnë me pasion. Kur ti rrezikon, ata ndihen të kërcënuar. Kur ti fiton, ata ndihen të vegjël. Kur ti ndryshon jetën, ata ndihen të pafuqishëm. Dhe kështu lind urrejtja, jo sepse ke bërë diçka keq, por sepse po bën diçka më mirë se ata. Mos harro, njerëzit e dobët hakmerren. Të fortët falin, por fituesit fitojnë për inat të gjithëve. Kapitulli 2. Pse duhet të fitosh për inat të xhelozëve, jo për hakmarrje. Jo për ego. Jo për t'u bërë si ata. Por për të treguar që asgjë dhe askush nuk mund të ndalojë. Sepse kur të tallen, duhet të fitosh. Kur të lënë vetëm, duhet të fitosh. Kur të përgojojnë, duhet të fitosh. Sepse çdo sukses i yti është shuplak për fytyrat e hipokrizisë që të kanë gënjur me suksese të rreme. Pse? Sepse e vetmja mënyrë për të mbyllur gojet që s'duhet të flasin është të bëhesh aq i zhurmshëm me suksesin tënd, sa fjalët e tyre të shuhen në turp. Kapitulli 3. Histori inspiruese. Krurë fitoria hesht xhelozin. Michael Jordan u refuzua në ekipin e basketbollit në shkollë. E përqeshën. Por nuk e harroi. Ai punoi çdo ditë. Dhe kur u bë kampion, çdo medalje ishte një shuplak për ata që e përçmuan. Sot është simbol i fituesit që nuk harron refuzimin, e shndërron në karburant. Arnold Schwarzenegger, kur erdhi në Amerikë, i thanë se emri i tij ishte shumë i vështirë. Aksenti i tij shumë i çuditshëm. Trupi shumë i madh për filma. Por ai nuk i dëgjoi. Ai fitoi. Dhe sot, çdo herë që përmendet emri Terminator, njerëzit e dinë që është emër që xhelozët se shuan dot. Taylor Swift u tallën me të për tekstet. Për zërin. Për stilin. Por ajo nuk reagoi me mullef, reagoi me albume. Reagoi me sukses. Dhe e shndërroi çdo kritik në muzikë që e bëri miliardere. Në çdo epokë, do gjesh njerëz që u tallën. Por ata fituan për inat të xhelozëve. Kapitulli 4. 10 shenja që dikush është xheloz për të. 1. Të lavdërojnë në sy, por të përgojojnë pas krahëve. 2. Nuk festojnë suksesin tënd, as edhe me një urime. 3. Të krahasojnë vazhdimisht me të tjerët. 4. I minimizojnë arritjet e tua me po mirë ai kishte fat. 5. I mbajnë mend gabimet e tua më shumë se fitoret. 6. Marrin frymë lehtësimi kur ti dështon. 7. Qeshin shumë kur diçka të shkon keq. 8. Nuk të përmendin kur në biseda suksesi. 9. Kopjojnë idetë e tua fshehurazi. 10. Shtiren si kur nuk po shikojnë, por din çdo hap që bën. Nëse i njeh këto shenja, mos u zemëro. Mos u hakmer. Fito. Kapitulli 5. 10 shprehje të forta për motivim. Shkëlqe aq fort sa të verbojnë ata që zbesuan në ty. Nuk jam i mirë për t'u pëlqyer, jam i fortë për të fituar. Kur mos i jep rëndësi një mendimi që vjen nga një zemër e ndotur. Ti nuk ke lindur për t'i bërë të tjerët rehat me suksesin tënd, ke lindur për të fituar. Mos ju lut për krahjes, kërkoje fitoren.
Çdo sukses i imi është hakmarrje ndaj dyshimeve të tyre. Mos haro ata që të lanë në baltë, sepse do t'i takosh kur të jesh në maj. Xhelozia është kompliment i deformuar. Mos lejo që fjalët e tyre të bëhen kufit e jetës tënde. Në fund do të më kujtojnë jo për atë që thoshin, por për atë që fitova. Kapitulli 6. Strategji që të ndihmojnë të fitosh. 1. Puno në heshtje, lëre suksesin të bërtas, s'mund të humbasësh kur askush nuk e pret që do fitosh. Bëj plane fshehurazi. Puno natën. Rritu pa lajmëruar askënd. 2. Shndërro fyrjet në karburant, çdo herë që dikush të tall, mos u lëndo, vendosi si një tjetër peshë në stërvitjen tënde. 3. Ruaj qetësinë, është arma më e fortë, ata presin që të shpërthesh. Mos ua jep këtë luks. Qetësia jote i çmend më shumë se çdo përgjigje. 4. Zgjidh betejat që vlejnë, mos u zë me çdo kënd që të sulmon. Lëri t'i hajnë fjalët e veta. Ti e bën luftën me rezultate, jo me llafe. 5. Forco veten fizikisht, mendërisht dhe shpirtërisht, xhelozia i sulmon të dobëtit. Kur je i fortë, je i paprekshëm. Kur je i përgatitur, askush s'ta ndal rrugën. Kapitulli 7. Përse nuk duhet t'u kthehesh xhelozëve, sepse je më i madh se kaq. Sepse ajo që po ndërton kërkon kohën, energjinë dhe fokusin tënd. Sepse fitoria e vërtet nuk është kur ua hedh atyre me fjalë, por kur nuk ke më kohë as ti përmendesh, sepse je shumë i zënë duke fituar jetën që ëndërrove. Shpreje për t'u kujtuar, mos e ndot fitoren tënde me shpjegime për ata që nuk e meritojnë praninë tënde. Kapitulli 8. Ti je më i fortë se sa mendon, ata duan të ndalojnë sepse shohin diçka të ty që vetë nuk e kanë. Fuqinë për të nisur. Guximin për të dështuar. Vullnetin për të mos ndaluar. Këto janë armë që ata i kanë humbur. Dhe kur dikush sheh një njeri me armë të tilla, nuk e duron dot, prandaj kujtoje këtë, njerëzit të përgojojnë kur nuk të kontrollojnë dot, të shajnë kur nuk të arrijnë dot, të urrejnë kur nuk të kuptojnë dot, por ti mos ndal. Mos u kthe. Ec, kapitulli 9, fito, sepse të takon. Jo për t'u aprovuar të tjerëve, por për të çliruar vetveten. Sepse ti je më shumë se sa fjalët e tyre. Je më shumë se sa dështimet e tua. Je më shumë se sa ajo që të është thënë. Dhe ti meriton të fitosh, kur të kesh arritur në maj, mos haro të buzëqeshësh. Jo për t'u tallur me ata që nuk të besuan, por për të kujtuar që ishe i fortë mjaftueshëm për të ecur vetëm. Kapitulli 10. Mbylle me fitore, të hre më ose këtë hre kokën pasë, në fund të ditës. Ti do kujtohesh për sa shumë njerëz nuk të ndalën dot. Për sa shumë fjalë nuk të rrëzuan dot. Dhe për sa shumë xhelozi nuk të ndaloj të fluturosh, mos u mbur, por mos e fshe më veten. Dritën tënde nuk e ke për t'i qetësuar ata që të urren. E ke për të ndriçuar vetveten, fito. Sepse s'ke që të humbasësh dhe gjithçka për të fituar. Përfundim, je e bërë për fitore, mos u ndal për askën. Mos u ul që të duan. Mos u zvogëlo që të pranojnë. Ngritu, shkelqej, fito. Për inat të xhelozëve. Për krenarin tënde. Për versionin tënd më të mirë, sepse në fund të fundit, fituesi nuk e follë xhelozin, e hesht me fitore.